Përshëndetje të nderuar shikues. Prokuroria themelore në Ferizaj ka bërë të ditur në një konferencë për media se nga provat materiale të siguruara, polici Muhamed Lika u vran brëm në Kaçanik nga 2 persona. Sipas prokurorisë, polici është qelluar në shkallët e ndërtesës ku jetonte. Rasti ka ndodhur në mbrëmje kur polici po kthehej nga puna. Deri tash nuk ka të arrestuar e as të identifikuar si të dyshuar. Prokuroria ka thënë se po punohet për të gjetur motivet e vrasjes së rënd. Ndërkohë, Sindikata e Policisë së Kosovës e ka dënuar atentatin kriminal që ja mori jetën policit Muhamed Lika. Në reagim thuhet se ky akt i rënd është një atentat i drejt për drejt ndaj sigurisë publike, ligjit dhe vetë shtetit të Kosovës. Kryeparlamentari i Kosovës Glau Konjufca ka reaguar pas vrasjes së mbrëmshme në Kaçanik, ku qellua për vdekjen një zyrtar policor. Përmes një postimi në Facebook, Konjufca ka bërë thirrje për hetime sa më të shpejta në mënyrë që autori apo autorët e këtij krimi të vendosen përballë drejtësisë. Ndërsa ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla ka deklaruar se vrasja e policit Muhamed Lika në Kaçanik është sulm i drejt për drejt kundër rendit institucioneve dhe sigurisë së Kosovës, duke shtuar se aparati shtetëror është imobilizuar të arrestojë Dorasin. Ai ka ftuar Dorasin apo Dorasit që sa më parë të dorëzohen organet e rendit. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pritur në takim sekretarin e jashtëm britanik David Lammy. Në konferencën e përbashkët për media, Osmani dhe Lammy konfirmuan marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet dy vendeve, ndërsa gjatë takimit u diskutua për dialogun Kosovë-Serbi si dhe për rrugën përpara. Osmani tha se me Serbinë Kosova mbetet palë konstruktive e përkushtuar për paqe e stabilitet. Vazhdimi i diskutimeve tona sot në një format më të avancuar dëshmon rëndësinë që të dyja vendet tona i kushtojnë forcimit të marrëdhënieve bilaterale. Kam kënaqësinë prandaj që sot ta përmend se kam bërë propozimin për lidhjen e marrëveshjes për qëllimin strategjik të bashkëpunimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar, që në veçanti do të mbuloj fushën e mbrojtjes dhe fushën e ekonomisë. Pra, sot kemi diskutuar gjere gjatë për thellimin e bashkëpunimit tonë strategjik në këto fusha, të cilat pastaj do të vazhdojnë me diskutime ndërmjet dy ekipeve tona, dhe vlerësoj shumë faktin që e keni mirë pritur këtë propozim për zgjerim të partneritetit. Pra, nuk jam kthyer vetëm si mik, por jam kthyer plotësisht i bindur që Mbretëria e Bashkuar vazhdon të luajë një rol esencial si mik dhe partner kyç i këtij kombi të madh. Janë disa gjëra që duam të shohim si me rastin e zhvillimit të këtij partneriteti. Duam normalizim të qëndrueshëm dhe paqësor për ju këtu në Kosovë, mes Kosovës dhe Serbisë. Mbretëria e Bashkuar është padyshim kontribues i madh në KFOR. E kam vizituar KFOR-in herë në fundit kur kam qenë këtu dhe do t'i vizitoj prapë. Është plotësisht qendrore për sigurinë tuaj dhe shpresoj që qeveria e ardhshme do t'i adresoj nevojat e të gjithë qytetarëve duke përfshirë progresin në integrimin e serbëve të Kosovës dhe angazhimin e fuqishëm në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë, sekretari i jashtëm britanik David Lammy është pritur në darkë punë mbrëm edhe nga kryeministri Albin Kurti. Kurti e falenderoi sekretarin për kontributin dhe mbështetjen gjatë etapave të shtetëndërtimit dhe përmirësinë e partneritetin e ngushtë mes dy vendeve. Kurti diskutoi edhe rreth situatës aktuale në rajon dhe asaj gjeopolitike në Evropë, si dhe për çështjet e sigurisë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi faktin që ende nuk ka drejtësi dhe llogaridhënie për sulmin terrorist në Banjsk, teksa Milan Radojčić ende i lirë dhe i mbrojtur nga aparati shtetëror serb, derisa shtoi se ai duhet të ekstradohet në Kosovë që të ballafaqohet me gjykim të drejtë për veprat e tij, theksohet në njoftimin e kryeministrisë.
Ndërkohë, sekretari i jashtëm britanik, komandanti i KFOR-it Enrico Barduani, kanë zhvilluar takime të ndara edhe me liderët partive në Kosovë. Mbretëria e Bashkuar ka luajtur gjithmonë rol të drejt për drejt në proceset kyçe për Kosovën dhe ne dëshirojmë ta shohim atë të vazhdoj këtë angazhim, ka thënë kreu i PDK-s Memli Krasniqi, ndërsa ka mirë pritur emërimin e ambasadores Karen Pierce si e dërguar e posaçme për Ballkanin Perëndimor. Po sot sekretari i jashtëm britanik është pritur edhe nga zyrtar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjatë takimit u diskutua mbi zhvillimet aktuale politike në vend dhe qëndrimet e LDK-s karshi këtyre çështjeve. Mbretëria e Bashkuar ka qenë dhe mbetet një nga mbështetësit më të mëdhenj të Kosovës në të gjitha etapat e saj, ka thënë ndërkohë kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Sipas tij, kjo vizitë e nivelit të lartë rikonfirmon këtë përkrahje në një kohë kur si Kosova, ashtu edhe bota po përballen me sfida të mëdha. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas pritet ta vizitoj Ballkanin Perëndimor javën e ardhshme. Ndërsa në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Kallas ka deklaruar se Bashkimi Evropian është interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër. Kaja Kallas, shefe për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian, pra ka deklaruar kështu derisa ka mbajtur një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Ndërkohë do të vazhdojmë edicionin me lajme të tjera, të cilat i kemi përgatitur për këtë edicion lajmësh, derisa në edicionin qendror do t'ju sjellim detaje nga deklaratat e Kaja Kallas. Presidentja Vjosa Osmani ka caktuar seancën konstituive të legjislaturës së 9 Kuvendit Kosovës, e cila pra, siç kemi marrë vesh dje, do të mbahet më 15 prill. Osmani ka deklaruar se ka kohë të mjaftueshme për partitë politike që t'i kryejnë konsultimet e nevojshme si dhe ky proces të shkojë sa më mirë. Është me rëndësi për qytetarët e Kosovës, por ju po ishini zhvillimet gjeopolitike, nuk është që globi na pret neve, kështu që është me rëndësi që sa më parë që t'jetë mundur, por gjithsesi brenda apateve kushtetuese, të kemi qeverinë e Republikës, së pari konstituimin e kuvendit, që është hapi parë, dhe pastaj qeverinë e Republikës së Kosovës, një kuvend funksional që e kryen edhe punën e mbikëqyrjes në raport me qeverinë, sepse Kosova ka shumë punë për të bërë, prandaj edhe një herë unë dua t'i uroj suksese deputetëve të kuvendit të Kosovës, të cilët janë vetmit që kanë të drejtë vote atë ditë pas betimit, me shpresën që konstituimi do të jetë i suksesshëm. Ndërkohë të nderuar shikues, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka filluar takimet me partitë politike të pakicave për konsultim në lidhje me formimin e qeverisë së re pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të nënshkurtit dhe fillimit të afateve kushtetuese drejt formimit të legjislaturës dhe qeverisë së re. Kurti u takua me Emilia Rexhepin, kryetare e Partisë së Re Demokratike. Ajo e konfirmoi gatishmërinë e plotë për vazhdim të bashkëpunimit me lëvizjen vetëvendosje, si fituese e zgjedhjeve të fundit në mbështetjes së kryeministrit Kurti në formimin e qeverisë së re, theksohet kështu në njoftim. Ndërkohë, kryeministri në detyrë Kurti u takua dhe me kryetarin e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë Nenad Rashiq. Ai e përsëriti mbështetjen e tij ndaj kryeministrit Kurti për formimin e qeverisë së re dhe vazhdimin e bashkëpunimit të frytshëm edhe në mandatin e ardhshëm. Zyra e BE-s dhe BERN kanë publikuar raportin rreth gjuhës së urrëtijes dhe dezinformimit gjatë fushatës për zgjedhjet të nënshkurtit. Gjetjet kryesore mes tjerash theksojnë shpërndarjen e gjerë të dezinformatave, përtorimin strategjik të lajmeve të rreme për t'i minuar kundërshtarët politik, si dhe normalizimin në rritje të gjuhës së urrëtijes në retorikën politike dhe sfidat me cilat përballen mediat. Gjatë fjalimeve u vlerësua se e vërteta është arma më e fortë e demokracisë, derisa u tha se kur sulmohet e vërteta, sulmohet vetë liria. Ky rast ka një domethënie të posaçme me që koincidon me ditën ndërkombëtare të verifikimit të fakteve, një përkujtues që vjen në kohë të detyrimit ton kolektiv për të sfiduar gënjeshtrat dhe për të kërkuar integritet të informacionit në komunikimin publik. Dezinformimi është më shumë se sa veç një përmbajtje keqorientuese, është një rrezikim i drejt për vetë demokracinë. Manipulon opinionin publik, nxit ndarje, minon besimin në institucione. E vërteta është arma më e fortë e demokracisë. Ka qenë gjithnjë, mbetet edhe sot. Prandaj kur sulmohet e vërteta, sulmohet vetë liria. Sulmohen vetë vlerat demokratike mbi të cilat është ndërtuar shteti ynë me shumë mund e sakrificë. Në një kohë kur informacioni qarkullon me shpejtësi të jashtëzakonshme,
kontrollimi i fakteve nuk është më vetëm një detyrë e gazetarëve, por shndrohet në një obligim të gjithë shoqërisë, respektivisht në një nevojë jetike për shtetin tonë. Është pak ironike që dita e vërtetës duhet me pas ditën e vetë, se ishte dashur çdo ditë me qenë ditë e vërtetës. Mirë po si 8 marsi që o dediku për ditën e grave, derisa ton vitin ka diskriminim ndaj grave, o shfaq nevoja me fol një ditë mja dediku të vërtetës, sepse gjatë vitit e vërteta po përjeton dezinformim, po përjeton rrena, po përjeton manipulime, kështu që kemi vendosur sot me shënu këtë ditë që me e pas vëmendjen të gjithë ne. Ministri në detyri mbrojtjes së Jup Maqedonci ka takuar ambasadorin e Shqipërisë Petrit Malaj, me të cilin ka folur për deklaratën trepalshe Kosovë-Shqipëri-Kroaci, si dhe bashkëpunimin mes dy vendeve. Maqedonci theksoi se marrëdhëniet bilaterale do të intensifikohen edhe më tej ndërmjet dy vendeve. Për te aspektit diplomatik e politik e kemi obligim ndaj kombit, ka shkruar Maqedonci. Policia ka arrestuar 12 aktivistë të iniciativës Asnjë cent më shumë. Nga ora 8, disa aktivistë kundër shtrejtimit të rrymës kishin bllokuar zyrën e rregullatorit të energjisë në prag të vendimarrjes për propozimin për shtrejtim të rrymës. Në njoftimin e tyre thuhet se ZRE-ja është në bllokadë dhe se bllokimi do të vazhdojë deri në zotimin publik nga ZRE se nuk do ta miratojë rritjen e çmimit të rrymës për 15%. Ndërkohë, zyra e rregullatorit për energji thekson se është e vetëdijshme për shqetësimet e qytetarëve lidhur me procesin e tanishëm tarifor të shprehura sot përmes protestës pranë zyrave të ZRE-s. ZRE respekton të drejtën e qytetarëve për protestuar në mënyrë paqësore, si një e drejtë e garantuar nga ligjet e Republikës së Kosovës, thuhet në reagim, ndërsa theksohet se ZRE në vazhdimsi angazhohet për një proces të hapur, megjithatë ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për të mos penguar ushtrimin e detyrave të ZRE sipas mandatit të saj. Numri i viktimave në Myanmar, vendin që të premte u godit nga tërmenti, ka mbritur mbi 2700 persona, ndërsa në Tajvan nga hetimet e deritanishme për shembjen e komplet ndërtesës është zbuluar se një pjesë e armaturës së përdorur ishte jashtë standardeve. Numri i të vdekurve nga tërmeti së premtës që goditi Myanmarin ka mbritur në më shumë se 2700, ndërsa i të lënduarve në më shumë se 4500. Të zhdukur konsiderohen më shumë se 400 persona. Autoritetet kanë thënë se numri i të vdekurve mund të kalon mbi 3000. Operacionin e kërkim shpëtimit po e vështirësojnë temperaturat gjatë ditës, të cilat mund të arrijnë në 40 gradë, si dhe mungesa e mjeteve dhe pajisjeve profesionale për ekipet emergjente. Në qytetin më të prekur, Mandalay, që ishte më së afërmi nga epiqendra e tërmetit, ende nuk ka energji elektrike, ndërsa qytetarët kanë thënë se po përballen edhe me mungesë të ushqimit dhe ujit për pije. Ndërsa në Tajvan, nga hetimet e deri tashme për shkakun e shembjes së tërësishme të ndërtesës, që ishte në ndërtim e sipër, si pasojë e tërmetit, është zbuluar se 10% e armaturës së përdorur gjatë ndërtimit të saj është jashtë standardeve. Njëzet mostra të armaturës të diametrit 12 deri 32 mm të marra për testim kanë rezultuar se janë jashtë standardit. Të nderuar shikues, me kaq do ta përmbyllim këtë edicion. Për më shumë informacione, ju ftoj të ndiqni lajmet qendrore si zakonisht në 19:30. Mirupafshim.